O, ju njerëz, dijeni se keni një Zot të bareke wa taala I cili fal shumë pa kufi. E keni një Zot I cili është Ar-Rahim, mëshirëplot, I mëshirues, mëshira e tij është pafund. Andaj kthehuni, e lëni ato budallëqe, e çmendurira, lëni ato shpifje akuza, lëni atë inati, atë mendje madhësi e arrogancë, si ju kanë vërbuar juve sytë, e nuk po dëni me largu perden prej syve, e me pranu e hakun të vërtetën, se lehtë është me pranu të vërtetën. Shumë lehtë është. Kthehuni, keni me gjetë Zotin El Ghafur, falës, Ar-Rahim, mëshirues, wa fal Allah. Wa fal Allah. Sepse ai është mëshirshëm, I mëshiron robët e tij. Ke përket vetëm Allah të madhëruar dhe askujt tjetër. Askush nuk falë si Zoti, askush nuk mëshiron si Allah. Pra ta në emrave të tij, El Ghafur, Ar-Rahim, ai falë, edhe nëse gjunahet e robët e tij, që ka në hadith kutsi, arrin deri në kup të qiellit. Apo nëse toka si tokë e rrumbullaket, shprazët mrenda bëhet e zbrast, mbetet livorja e sajna, dhe mbushet me gjunahe, falë Allah. Andaj pëndoheni, o ju njerëz, para se më bëvon pëndoheni. Pëthërët Allah, këta drejt për së drejt. Dërsa, pastaj me vonë pëthërët edhe të tjerët, deri në këtë zaman. Këta ju besimtarët e kohës tonë, të cilët ne trillojnë, ne akuzojnë Koranin tonë, ne shpifin librit tonë, e pejgamberit tonë, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, sa ignoranta din me që njerëzit në këtë dynja. Ndaj kujt, fundja I kthehet kundër tyne krejt. Ndaj krijuesit, ndaj librit krijuesit, ndaj pejgamberit krijuesit. E çka beson ti, çfarë vlerë ke nëse nuk e beson Zotin tënd, fjalët e tij, e pejgamberit e tij, librat e tij, çfarë vlerë ke? Tregami mua ato vlera që I pajisër ti me to, e të pasojmë edhe ne, hajtë tregana, çfarë vlerë ka? Elhamdulillah për këtë iman, o musliman.